Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj është paraqitur në gjykatën administrative për një çështje gjyqësore ku kërkohet pavlefshmëria e dekretit të emërimit të prokurorit Olc Dado në vitin 2008. Seanca u zhvillua mes debatit procedurial kur Këshilli i Lartë i Prokurorisë nuk u përfaqësua në sallë, ndërsa prokurori Dado u mbrojt nga avokati i tij. Mbrojtja e Veliajt kundërshtoi qëndrimin e KLP-s për mos legjitimimin e kryebashkiakut si palpadice, duke kërkuar vijimin e procesit. Gjykata administrative nuk lejoi transmetimin live të seancës, duke mbajtur në fuqi vendimin e mëparshëm që kufizon publikimin e zhvillimeve proceduriale. Ky vendim u kritikua nga palambrojtëse Veliajt, e cila e cilësoi procesin të mbyllur dhe me mungesë transparence. Përfaqësuesi ligjor i Veliajt, Plaren Dreca, i cilësoi situatën si një proces të mbyllur dhe të papranueshëm nga pikpamja e transparencës, duke theksuar se mungesa e publikimit dëmton besimin e publikut në drejtësi. Ndërkohë, një kërkesë e depozituar nga shoqata Asociacioni Kombëtar i Medias dhe Drejtësisë për të bërë palë në proces solli shtyrjen e seancës, pasi mbrojtja e Veliajt kërkoi kohë për të njohur me kërkesën. Gjykata vendosi që seanca të vijojë me 3 korrik në orën 13.